Policia ka pasur dyshime të forta vite më përpara, po edhe tani afër, që në dy prej qyteteve kryesore, siç janë Shkodra dhe Elbasani, ka pasur sallë operative të botës kriminale. Sallë operative botës Salla të botës kriminale. Ma përshkruaj pak si është sallë operative botës. Me radio Marse, me kamera sigurie, ka terminalit e kamerave që kanë vënë, rezolucionit të lartë deri në Pletër i Kënjishën, deri në njojën e targave, si pas sistemeve që kanë blerë. Mos kanë ekspert të policisë ose ishë punojës policisë si edhe në Tiranë sot nga këto kamerat rezolucionit të lartë që përdoren nga disa personazhe që ruhen nga rivalet e tyre, që kanë edhe njojën e ftyrave. Po pra, njerëzit nuk e dinë se ne edhe e dinë. Njojën e ftyrave që ai e fikson kamera. Kur themi sallë operative do thotë një zyrë e pajisur me ekrane, apartament, stacionare, 24 orë, me persona të cilët verifikojnë çdo targ, çdo person që hyn dhe del në një zonë të caktuar. Porosia për të bërë këtë atentatë. Madje është dyshuar në një qytet në Juglindje që ka pasur një akses të paligjshëm në kamerat e sigurisë së bashkisë nga grupet caktuara kriminale. Deri këtu ka arritur. Aksesi, ishte dhe në kodet, aksesit ata hynin. Rasti i vrasjes Gjuvanit në Elbasan. Një ditë para zgjedhjeve. Çfarë nxori gjë? Nxori që një nga grupet kriminale që ekziston në atë qytet, kishte një apartament dhe policia nuk ka mundur dot të marrë kamerat që kishin nxjerruar gjithë ngjarjen për të parë gjithë dinamikën e ngjarjes. Sepse këto kamera dhe këto pamje filmike mbaheshin dhe survejoheshin dhe orientoheshin dhe diktoheshin pikërisht nga grupet kriminale. Po pra, ka një gjë, ja ta marrë edhe këtë. Policia pati atë aksion që u bë zhej në lidhje me heqjen e këtyre kamerave të paligjshme, por tani grupet kriminale janë bërë më inteligjente. Ju marrin kodet bizneseve, investojnë për kamera që e kthejnë praktikë edhe nga rruga, jo vetëm nga objekti, dhe nëpërmjet tyre ajo quhet e ligjshme për shkak të ligjit për shtesat masa sigurisë publike, dhe ky e merr ka kodin e ka aksesin gati. Pra, në kohë reale, ky shikon çdo gjë që shteti nuk e ka atë mundësi.